Atëherë të dashur miq të channel-it tim në YouTube, Pingu Kisën, nga Visi Media International. Tema që kam vendosur të flasim së sot ishte vazhdimi i prononcimit, ose më së saktë vazhdimi i lancimit të programit një javë pa visin. Një program të cili do të transmetohet çdo 2 javë, normalisht një javë pa visin. Do të jetë një program me në bazë me shumë humorin, nga lajme satirike dhe vetëm humor. Kam vendosur që vetëm humor. Do të thonë thoja se do të jetë një program që do të trajtoj tema, për shembull 50 imitimet e mia, nuk duroj tot më, normalisht nuk duroj të mund të jetë një program i cili do i kushtohet më shumë çdo moshe, për t'i treguar më saktë njerëzve që vënë shqiptarët nuk durojnë të më. Do të ketë shumë personazhe të tjerë që do të lancohen me kalimin e kohës, besoj, por çdo gjë me kohën e ka. Ajo që më të them është vetëm bëni subscribe në kanalin tim në YouTube, për të mos humbur asnjë seri të një javë pa visin. Edhe Visi Show tashmë do të ndryshojë emër, do të bëhet një javë. Duke u bërë një show komplet nga Visi Qa.